Besimi nuk është diçka që e mban në dorë, por diçka që e ndjen thellë në shpirt. Ka ditë kur gjithçka shkon keq, kur çdo derë mbyllet dhe zemra të dridhet nga pasiguria. Por pikërisht aty, në atë moment të errët, Allahu pret ta kujtosh se ai është mbi çdo pengesë. Ai është ai që e kthen humbjen në bekim, lotin në lutje dhe pritjen në shpërblim. Mos e humb besimin, sepse Zoti nuk harron asnjë zemër që i është dorëzuar me sinqeritet.